Faleminderit një gjithëve, faleminderit gjithë qytetarëve të Matit, gjithë votuesve të Bashkisë Mat. U kam kërkuar mbështetje der për der, jam krejt e qetë, vota është e lirë, unë shoh që procesi është i qetë, i lirë, mendoj të jetë dhe i barabartë dhe i falenderoj gjithë, falenderoj shumë dhe juve që e transmetoni drejt për drejt votën e lirë, votën time, po votën e gjithë matjanëve qytetarëve. Matjan, u bëft më e mira, fitoft më e miri për drejtimin e Bashkisë Mat, është bashkia jon, është vendi, është qyteti jon, është jeta jon, jetë e fëmijëve tanë. Ka pasur problematika deri në këto momente? Unë në këtë fushat kam qenë, po thuj se e vetme, ua kam bërë me dije, kam bërë një fushat vetë të qetë, dhe problematikat kam hasur, por le organet ligjit zbatuese zbatojnë ligjin dhe janë ata që përgjigjen dhe veprojnë në përputhje me ligjin dhe me kushtetutën. Zonja Pasha, pse vendosët të kandidoni si e pavarur? Sepse ju ishin instruktuar Partisë Socialiste. Presione mbështetësit tuaj për kandidatin? Jo, nuk kam patur kërcënime, nuk kam se të kem kërcënime. Zgjedhja ime ka qenë e lirë, prandaj jam dhe kandidate e lirë. Unë realisht kam qenë socialiste, do të vijoj të jem socialiste, sepse është partia ime e zemrës. Ata mendonin të ishte kjo zgjedhje, unë mendova që duhet isha unë zgjedhja dhe unë kam kandiduar si e lirë, por u bëj thirrje dhe i falenderoj Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, gjithë zgjedhësit e Matit.